Nothing, G. Just watching the game, having a brew. What's up with you? Mirëmëngjes si Prizren, mirëmëngjes. Qo, Prizren. Shoqata e stafave të Prizrenit me datën 24, 25, 26 organizon Shop Fest. Në këto data do të ketë zbritje të madhe, 20 deri në 50%. Zbritje! 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 Ndoshta edhe naj që bab ma lirë, si ti. Qo, Prizren. Përveç zbritjeve tjera, këto vende janë të rezervuara për prodhust vendor. Kështu që bashk edhe i këqyrim prodhimet vendore. Shëndetje të gjithëve, në emër të shoqatës ESNAF, dëshiroj mirëseardhje në këtë aktivitetin të shoqatës ESNAF, që është panajiri i prodhuesve Prizrenas dhe Shopping Festi për herë parë që zhvillohet në Prizren. Shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë qytetarët e Prizrenit, sidomos anëtarët e shoqatës ESNAF, që na kanë përkrah tashmë 21 vjet me radhë për organizimet të aktiviteteve të shumta, po panajiri që do të bëhet hapja sot është për herë 4 që organizohet nga shoqata ESNAF, tashmë tradicional. Në këtë panajir, dëshiroj të falenderojmë pjesëmarrësit e panajirit që na kanë përkrah me prodhimet që i kanë fantastik kualitativ. Pra, të nderuar qytetarë, sot kemi nderin të prezantojmë produktet që prodhohen në Prizren dhe më gjerë, gjithsesi në komunën e Prizrenit, në bashkë me juve do të degustojmë dhe edhe një herë dëshiroj mirëseardhje në panajirin të organizuar nga shoqata ESNAF. Ju faleminderit. Dëshiroj të përgëzoj shoqatën ESNAF edhe të gjithë afaristët për këtë aktivitet, sepse prodhimi vendor, gjithashtu shfrytëzimi edhe krijimi i produkteve vendore është në aspekti zhvillimit rëndësishëm, sepse krijon vende të reja, por gjithashtu krijon mundësi që ndërmarrjet të zhvillohen. Me zhvillimin e ndërmarrjeve krijon edhe stabiliteti ekonomik. Në këtë aspekt edhe unë në emër qeverisë, por edhe si pjesëtar i qeverisë, edhe në të ardhmen do të përkrahim si lloj aktivitetet që të promovohet prodhimi vendor. Në këtë aspekt unë falenderoj të gjithë shoqatave si ESNAF ose si thot edhe ZES në Prizren, por gjithashtu edhe komunën së Prizrenit. Edhe njerë urime të gjithëve. I nderuar kryetar Sharik Xhilo, i nderuar ministër Mahir Jakxhivar, të nderuar deputet të Republikës së Kosovës, i nderuar komandant i Forit Turk, ju afarist, qytetar media të shkruara dhe elektronike, kam nderin dhe privilegjin që në emrin tim, në emrin të drejtorisë time, në emrin të kryetarit profesor doktor Ramadan Mujës, t'ju përshëndes gjithëve dhe t'ju përgëzoj për këtë lloj aktiviteti shumë domethënës, shumë e rëndësi, i cili rrjedhimisht kontribon në zbutjen e papunësisë, në dëshmimin që Prizreni dhe Prizrenasit, biznesmenët, prodhuesit të Prizrenit dinë të prodhojnë dhe dinë të bëjnë biznes jo në nivelin kosovar, në nivelin gjithë botëror. Prandaj, si zakonisht qysh ESNAF-i vazhdimisht ka kontribu për zhvillimin e ekonomisë të Prizrenit, edhe me këtë lloj aktiviteti po kontribon, edhe njerë ju përgëzoj dhe ju dëshiroj suksese në vazhdim.
Ndërmjet miq, në shtandin e Dikoplasit që merret me sistemin e roletave dhe të dyerave automatike, ne do të bisedojmë me zotin Levent Bushin, një ndër ideatorët që ishte vjet në organizimin e panelit ndërkombëtar në Prizren. Ke ardhur sot këtu dhe çfarë mendimi ke për këtë Shopping Festin? Unë i pari po falenderoj shoqatën e SNAF që organizoi këtë manifestimi këtosh, po besoj që këto manifestimet e marrën edhe Prizrenin gjallë, se është manifestimi për prizrenas këtë që jetojnë në Prizren. Edhe anën tjetër është, si e dini, dita e turqëve është, edhe një manifestimi ka gjatë javës ka me zgatë, edhe me këtë manifestimin e SNAF-i edhe produktat tona në Prizrenas është promovu, edhe anën tjetër si e sheni edhe zotrit janë të produ për Prizrenin, se sa mundemi me pulsu njerës në Prizren është qash ma mirë edhe për ne, edhe për ardhmën e Prizrenit dhe Kosovës. Ne po besojmë që po organizojmë këti manifestimet, besoj që është edhe po arma që vjen edhe investitore edhe e she, edhe mund me ndimu në Kosovë. Unë kam besim që organizojmë para një vite Business Forumin e 2014, po besojmë që 2015 kam e që në organizim ma të mual edhe ma efektiv, po besoj, se sa njerës po vjen, po shojnë që Prizreni ka një arritëm, edhe në turizm, edhe në ekonomi, edhe në besoj që qelet edhe fabrikat. Se besim ma shumë të kena, sa e mundemi në qenë një fabrik, 50 veta me qenë në fabrika është 50 familja që mrenda Prizrenit jetojnë edhe që punojnë aty. Në qatë besimin e kena që po mendojmë që mundemi me bo ato, se Prizreni edhe me kulturën, edhe me traditën, edhe me historinë, ka ato vlera që mund me bo, edhe po besoj që mrenda një vite, 2 vite, edhe prodhimet tona ma shumë ka me qenë, edhe investorët ma shumë ka me pas në Prizren. Faleminderit, ne dhurojmë suksese, shpresojmë se sfidat do të kemi një panel edhe më të madh këtu në Prizren. Unë po falenderoj edhe TV Opinion që gjithçysh në kretë programat po vjen, është një televizioni i suksesshëm që edhe prodhimet që po bëjnë njerëzit e tona, edhe prodhimin e po bën edhe veti. Faleminderit shumë, edhe sukses. Të nderuar miq, pak më parë përmenda Dikoplasin, këna me Besfortin, një ndër bashkëpunëtarët që është ekonomi familjare. Në Besfort, keni një traditë bukur të gjatë në prodhimin e roletëve dhe dyerve. Na jena i Prizrenit, Dikoplas i Prizrenit, i pari po falenderoj shoqatën e SNAF që na ofroi këtë panajir i prodhuesve të Prizrenit, në rrethinën e Prizrenit. Në thuaj, sa punëtori ka Dikoplasti? Dikoplasti i ka rreth 14 punëtor. Ku më së shumë të punoni? Punëtor të tonë anët e Kosovës, omar parasysh mundet Mitrovic, Prizren, Kamus, Prishtinë, në kena montimet këtë. Jam këtu në shtandin e industrisë ushqimore ABI. E mora një dhuratë edhe një kapel e cila ju shpëndohet gjithë mysafirëve këtu dhe natyrisht gjithë çka shohim këtu janë të industrisë ushqimore, por janë edhe të ndërmarrjes për prodhimin e shamponave ABR. Unë kisha pas dëshirë, zotin Aladin, vetëm pak të na shpjegosh. ABI ka bukur një traditë të gjanë të prodhimeve. Ju i punoni me licencën ISO 9002-2000. Po, zotre Goranci, në qumshtara jonë edhe industria e qumshtit për përpunime të pemëve dhe perimeve, vitin e kalum është certifiku me 2 certifikata. Një është për HACCP, që i signifikon kualitetin edhe mënyrën e punës, tjetër është ISO, certifikata kualitetit, që tashmë na jemi pajisur me këto certifikata dhe po mundohemi të ruajmë këtë certifikat, sepse të pajisesh me këtë certifikat një herë për gjithmonë nuk është. Çdo vit na vjen kontrolla prej Austrisë, që çdo vit na certifikojnë, kështu që ne besojmë tash produkteve tona, sepse punojmë me një precizitet shumë të madh dhe mundohemi që të jemi sa më afër konsumatorit, duke marrë pjesë për këto panajire të ndryshme.
Jo me një pjesë në panire, po një edhe në shumë shtande në mbanë Kosovës për dhe jashtë Kosovës. Çka përdoni që njerë ju merë një prodhim të hapit, pastaj gjithherë merr atë prodhim. Mos bëni diçka falsë për mi të rek, mishtërit. Jo, përkundrazi, sepse ne prodhojmë vetëm nga produkte të freskëta. Për shembull, në botën e sotme ka shumë falsifikime, që ka edhe djathtin e prodhimit edhe pa qumsht, pa aftinitet qumsht. Dërsa na nuk kemi zgjedhur atë mënyrë të prodhimit, na i grumbullojmë qumshtin nga Kosova, përpunojmë dhe për këtë arsye është edhe prodhimet janë të kualitetit të lartë, sepse djathti prodhohet vetëm nga qumshti. Me substanca tjera nuk prodhohet. Kështu që ne prodhojmë pak pa ma sigurt. Ne gjithë në Kosovë dhe jashtë i dim prodhimet e hapit, kemi pas rast të bëjmë shumë emisione për prodhuesit e hapit. Unë i dëshoj suksese, shëndet dhe natyrisht i propozit gjithë konsumatore sa ma shumë prodhime vendore, sa ma shumë prodhime të hapit dhe edhe njerë gëzuar me ajranin e hapit. Në këtë eveniment ne patëm rastin të takuemi edhe me zotëri Refet Bushatin, kryetar i ZAS-it, kryetar i 3 shoqërive që veprojnë dhe punojnë këtu në Prizren. Zot Refet, Prizreni gjithherë na befason me organizime të tilla. Sa jeni të kënaqur ju? Sot unë jam shumë i kënaqur me këtë organizim të shoqatës zyrtarëve ESNAF, që është tradicional, edhe njëkohësisht që kanë shfrytzuar edhe 21 vjetor i themelimit të shoqatës ESNAF. Në thuaj, a duhet në të konsumojnë prodhimet vendore? Po unë mendoj se primarisht duhet popullata të konsumojë prodhimet vendore, janë cilësore, dhe duhet me ndihmu prodhuesit Prizrenas edhe të rrethinës. Ju si kryetar i ZES-it, do të thënë zyrtarëve, ESNAF-it dhe të sofrës, a keni edhe ndonjë aktivitet gjatë këtij viti kalendarik? Po unë mendoj se do të vazhdojmë edhe me panajirin ndërkombëtar, sikur vjet që kemi organizuar. Besoj që edhe këtë vit do ta organizojmë. Na jemi aktiv. Krejt manifestime që ka bon me nën patronatin e ZES-it dhe na jemi të kënaqur. Mundohemi, probleme kemi mjaft, veç po besoj që do të kemi sukses. Ju urojmë suksese. Faleminderit. Promotor i shumë ngjarjeve me rëndësi, sidomos kur është turizmi, kur është promovimi i qytetit të Prizrenit dhe prodhimeve, është edhe Kuvendi Komunal, natyrisht edhe Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Rural. Zoti Mesur, sa jeni të kënaqur me këto organizime? Nuk mund të mos jemi të kënaqur, jo që jemi të kënaqur, jemi shumë të kënaqur. Fatmirësisht, shoqata e bizneseve ESNAF në gjithë periudhën e para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës, fanatizmin, kuptimin pozitiv, Prizren dashurinë e kanë shprehur me aktivitetet e tyre, e kanë dhënë kontributin e tyre vazhdimisht në avancimin dhe në zhvillimin e vendeve të reja të punës. Ky lloj aktiviteti i cili promovon produktet vendore, prodhuesit vendor, i cili dëshmon jo vetëm Prizrenit, jo vetëm Kosovës, po edhe më gjerë, që Prizreni dhe Prizrenasit din të prodhojnë kvalitativist, din të plasojnë madrat e veta kvalitativist dhe që janë të aftë dhe të zotë të hapin vendet e reja të punës duke u angazhuar në format ndryshme. Njëna për mënyrave dhe formave është ky lloj aktiviteti të cilin ne si drejtori e përkrajmë edhe i përgëzojmë shumë që kanë gjetë idenë, guximin dhe iniciativën me ndërmarrë një hap të tillë.
Ne ju dëshirojmë edhe ju sukses sepse ju që thërini me prodhuesit tonë, me bizneset tona. Ne vazhdimisht kemi qenë dhe do t'jemi, fundi fare është obligimi ynë edhe moral, edhe qytetar, por natyrisht edhe detyrë zyrtare që ne gjithë ata të cilët angazhohen të prodhojnë vendet e reja punës, ne t'jemi afër tyne, t'jemi pranë tyne dhe t'i përkrajmë në gjitha mënyrat dhe format e mundshme. Faleminderit dhe e dëgjuam zotri Mensur Bidyqin, drejtor i Drejtorisë për Turizëm dhe Zhvillimin Rural. Shpresojmë se Prizreni meriton edhe më shumë dhe natyrisht mendimin e Kuvendit të Komunës, prodhuesit tonë do të kemi një mirëqenie më të madhe. Dhe të nderuar miq, erdhëm pam dhe u kënaqëm me kamerën tonë të ju tregojmë se çfarë din të organizojë SNAP-i, por t'ju tregojmë edhe çfarë din të prodhojnë prodhuesit tonë. Në emër të SNAP-it, në emër të prodhuesit tonë, ne ju përshëndesim dhe mos harroni, prodhimi vendor dhe prodhimet tona janë për të mirën tonë. Faleminderit SNAP. Faleminderit. Nothing, G. Just watching the game, having a brew. What's up with you?